الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور Imam Zarnui në një nga librat e tij të shumt u rekomandon studentëve disa metoda të mësuarit. 1. Kërkimi i ndihmës së Allahut duke ju lutur me sinqeritet. Një prej lutjeve kuranore për të kërkuar dije është: O Zot, mashto dijen. 2. Serioziteti, ngulmimi dhe zelli në kërkimin e dijes. 3. Të qenët i organizuar dhe jo i shpërndar, si dhe përpjekja për vazhdimsi. 4. Mbajtja shënim me gjërave prej të cilave mund të përfitoni, pasi në këtë mënyrë dija juaj do të jetë e qëndrueshme. 5. Nëse është e mundur, drejtohuni nga kibla kur të mësoni. أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور دارت نفوس بالصغار وأنت Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.